Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Marta Gjemaili, jam studente e Fakultetit Pedagogjik të Universitetit të Tetovës. Sot së bashku do realizojmë një sër ushtrimesh gramatikore për klasën e 5. Fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme të gjejmë në tekstin e mëposhtëm. Gjithçka e saj ishte bardhë, edhe fustani, edhe flokët, edhe dorëzat, edhe tufa e luleve, edhe shtëpiza, po më e bardhë ndër të gjitha ishte zemra e saj. Vërtet atë nuk ja kishte parë askush, por tjetër nuk mund të kishte ajo, e cila tër jetën ishte përpjekur që çdo gjë rreth saj të ishte e bardhë si qumshti. Të rikujtojmë se që janë fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme. Fjalët e ndryshueshme i quajmë fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit të fjalëve në fjali, ndërsa fjalët e pandryshueshme i quajmë fjalët që nuk e formojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera. Fjalët e ndryshueshme janë emri, mbiemri, përemri, folja, numërori, ndërsa fjalët e pandryshueshme janë ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjesëza, pasfirma. Fjalët e ndryshueshme janë ishte, është, jam, e bardhë, të bardha, fustani, flokët, dorëzat e tjerë, ndërsa fjalët e pandryshueshme janë edhe, por, më, si, që, për e tjerë. Njësia e radhës është emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm. Të gjejmë emrat nëpërmes fotografive, por së pari të rikujtojmë se janë emrat e përveçëm dhe emrat e përgjithshëm. Emri është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës që shënon një send apo qenie të gjallë, ka gjini, numër dhe rast. Emrat ndahen sipas gjinisë femrore, mashkullore, ndërsa emrat mund të jenë edhe në trajtën e shquar ose në trajtën e pashquar. Emrat lakohen dhe mund të jenë në një nga 5 rastat e ndryshme: emrore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore. Emrat ndahen në emrat të përgjithshëm dhe të përveçëm. Emrat që tregojnë një njeri, një vend apo një gjë të veçantë quhet emër i përveçëm. Për shembull, unë quhem Lule, unë quhem Ylli dhe flutura është nxënëse e shkëlqyer. Emrat që tregojnë frymor apo sende në mënyrë të përgjithshme quhet emër i përgjithshëm. Në vazo ka çelur një lule, në qiell ka një yll dhe në kopsht ka një flutur. Emrat e përveçëm shënohen me shkronjë të madhe, ndërsa të përgjithshëm me shkronjë të vogël. Të vazhdojmë me njësinë e radhës, emrat konkret dhe abstrakt. Lidh me shigjetën emrat konkret dhe abstrakt me figurën. Të rikujtojmë një herë se që janë emrat konkret dhe abstrakt. Emrat konkret i quajmë ato emra që mund t'i shohim dhe mund t'i prekim, ndërsa emrat abstrakt i quajmë ato emra që nuk mund as t'i shohim dhe as t'i prekim, por i marrim me mend. Të shikojmë një herë se çfarë shikojmë në fotografi: këpucë, sytë, hunda, duart. Cilat nga emrat nuk i lidhe dot dhe pse? Ndjenja, lodhja, zëri, sjellja, frika, gëzimi, ëndra nuk i lidhëm dot sepse janë emra abstrakt dhe emrat abstrakt nuk mund të shihen, por i marrim me mend, i ndjejmë, ndërsa emrat konkret ishin këpucë, sytë, hunda, duart, goja e të tjerë. Plotësoni vendet e zbrasta ashtu që do ta përdorni emrin gjuetari në të gjitha rasat. Të rikujtojmë se që janë rasat. Trajtat e ndryshme që merr emrin e fjalëve në fjali quhen rasa. Rasat janë emrore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore. Atëherë emrore me pyetjet kush shkoi në gjueti, kush shkoi në gjueti, gjuetari, gjinore. Pushka është e re, e kujt është pushka e gjuetarit, dhanore, kujt, kur gjan me pushk nuk i dridhet dora. Kujt nuk i dridhet dora, gjuetarit. Fëmijët e fshatit e takojnë shpesh, kallëzore. Kë e takojnë shpesh, gjuetarin. Zagari nuk ndahet dhe rrjedhore prej gjuetarit. Të lakojmë rasat libri, miku dhe fletorja, por së pari të rikujtojmë se që është lakimi i emrit. Kur emri përdoret në raste të ndryshme, atëhera i lakohet dhe këtë ndryshim e quajmë lakimi i emrit. Të lakojmë rasat libri, miku dhe fletorja. Lakimi i parë është gjinia mashkullore dhe baresën mbaron me shonjën i, ndërsa lakimi i dytë është gjinia mashkullore, baresën e ka me shonjën u, dhe lakimi i tretë është gjinia femrore, baresën e ka me shonjën a. Lakimi i parë
emrore, libri, gjinore, i e librit, zanore, librit, kallëzore, librin dhe rrjedhore prej librit. Lakimi i dytë, emrore, miku, gjinore, i e mikut, zanore, mikut, kallëzore, mikun dhe rrjedhore prej mikut. Lakimi i tretë, emrore, fletorja, gjinore, i e fletorës, zanore, fletorës, kallëzore, fletorën dhe rrjedhore prej fletorës. Të vazhdojmë në njësinë e radhës. Shkruani nga një fjali me përemrat pyetës. Të rikujtojmë një herë se ç'ishin përemrat pyetës. Përdoren për të pyetur për frimor ose për tiparet të tyre. Në gjuhën shqipe, si përemra pyetës përdoren fjalët kush, cili, sa, çë, çfarë dhe me se. Ishte në derë. Kush ishte në derë? Sa vajza ishin në klasë? Cili që miku yt, me se erdhe në qytet dhe çfarë kishit për drekë. Gjeni foljet në tekst. Fshatarët ndërtojnë shkollën e re, të gjithë punojnë me vullnet, disa hapin themelin, disa të tjerë shuajnë gëlqerën, mjeshtrit gdhendin lëndët, në mesditë punëtorët pushuan, disa ishin ulur e të tjerët qëndronin në këmbë. Së pari të rikujtojmë ç'është folje. Fjala që tregon një veprim apo gjendje quhet folje. Foljet kanë numër, njëjës dhe shumës, vetën e parë, të dytë dhe të tretë, po, e tashme, e shkuar dhe ardhme, zgjedhim dhe mënyrë. Atëherë, foljet janë ndërtojnë, punojnë, hapin, shuajnë, gdhendin, pushuan, ishin ulur, qëndronin e tjerë. Lidh me shigjet foljen. Unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata dhe ato. Atëherë, unë lexoj, ti lexon, ai ose ajo lexon, ne lexojmë, ju lexoni, ata ose ato lexojnë. Shkruaj disa fjali të thjeshta dhe fjali të përbëra. Babai punon çdo ditë. Drita mëson shumë. Nëna lan enët. Macja vrapon pas miut. Nxënësi lexon bukur. Lulet çelin në pranverë. Të rikujtojmë se ç'janë fjalët e thjeshtë dhe fjali e përbërë. Fjali e thjeshtë përbohet prej dy fjalësh, kryefjalës dhe kallëzuesit, ndërsa fjalia e përbërë quhet ajo fjali që përveç kryefjalës dhe kallëzuesit ka edhe pjesë tjera plotësuese. Babai punon, kryefjala dhe kallëzuesi, ndërsa çdo ditë është pjesë plotësuese. Drita mëson, kryefjala dhe kallëzuesi dhe shumë është pjesë plotësuese. Andaj, konstatojmë se fjali e thjeshtë është prej dy fjalësh, kryefjalës dhe kallëzuesit, ndërsa fjalia e përbërë, përveç kryefjalës dhe kallëzuesit, ka edhe pjesë tjera plotësuese, 3 ose më shumë fjalë. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.